Dua të shkoj në një tjetër komunikim të drejt për drejt me kolegun Ervin Leka për të ndjekur hapasapi këtë situatë në teren. Ervin, ku jesh vendosur ti në këto momente dhe çfarë po ndodh aty? Emilian, jam në fakt sërish përballë sheshit të Kuvendit, ku siç e shikoni vjen që ndroi një grup i vogël protestuesish përballë Kuvendit, ndërsa pjesa tjetër pra është vendosur për tek rruga Elbasanit, por edhe tek selia e Partisë Demokratike, ndërsa siç e shikojmë vetëm pak momente më parë ka pasur edhe sërish hedhje të disa sendeve të forta, por edhe lëndë molotov si duket janë furnizuar me shumicë për t'i hedhur në drejtim të policisë së shtetit. Kemi disa protestues që vijojnë të qëndrojnë grumbull përballë Kuvendit, të zhvendosur në fakt në një rrugicë në mënyrë që të mos i kap pas lëndë që janë hedhur policisë. Ndjes që të ndërpres, po thua që janë furnizuar me molotov. Kush i ka molotovët, këta protestues që ne shohim në pamje të drejt për drejta? Në fakt, Emilian, duhet theksuar se nuk janë vetëm ta, pasi siç duket janë disa të tjerë që janë të zhvendosur në rrugica në mënyrë që të mos identifikohen, mund të themi, apo çikohen nga ana e policisë, por ajo se çfarë kemi shquar janë të pajisur me çanta që të cilët pra si duket i kanë mbushura me molotov dhe po vijojnë që t'i hedhin në drejtim të policisë her pas here. Pra kemi një stil pra që afrohen, hedhin molotovin dhe më pas tërhiqen në drejtim të rrugicave ku nuk i kap as pra pjesa e autobotit të ujit të policisë apo lëndët të tjera që po hidhen nga policia për t'i shpërndar e këta protestues. Situata më agravuar pra duket siç e shikojmë tek pjesa e përballë Kuvendit. Kemi dhe një mbërritje të një ambulance, ndoshta për të marrë ndonjë prej efektiveve që mund të jetë plagosur nga shishet e molotovit që janë hedhur në drejtim të tyre. Siç e shikoni pra edhe tek kryqëzimi i rrugës së Elbasanit ka avion që të ketë protestues. Mund të shquajmë në këtë pra moment mund të shquajmë se kemi edhe Belin Klliçin që po vijon që të jetë shumë pranë protestuesve të cilët janë përballë Kuvendit. Ja, këtu është zoti Klliçi, mund të themi që është me një grup protestues që vijon që të qëndrojë tek Kuvendi, por sigurisht edhe policia pra që vijon të jetë e gatshme pra duke hedhur edhe sasi ujë në mënyrë që shpërndaj edhe protestuesit, por edhe lëndë që të sjellin pra lot apo edhe gaz. Kemi parë që kanë hedhur forcat e policisë. Shishet e molotovit vijojnë që të hidhen kryesisht tek pjesa tek kryqëzimi i rrugës Elbasanit, ndërsa vijon që të kemi edhe një grup tjetër protestuesve që janë zhvendosur për tek godinat, tek pra sheshi ushtarit të panjohur siç njihet ndryshe, apo në rrugicat përballë sheshit të Kuvendit. Pra kemi një strategji si duket që në momentin që qetësohet pak situata, kemi rikthimin e tyre duke hedhur edhe sendet forta apo edhe shishet me molotov. Qartë, Ervin, të falenderoj për këtë komunikim të drejt për drejt. Ndërkohë me mua bashkohet në këtë hapësirë informative